E them sepse I jap njerëzve këshillat më të mira. Kushdo qoftë. Nuk I jap nuk I kam me kursim. E kupton? Dhe kur I them Elit shumë mirë që e thekë. Jo, është puna ime më rëndë, kur mos I ka më bërë përgjigje, jo, fare. Jo, unë ja kthej atij se du ta animoj se është në mision. Dhe misioni atij, e kupton, është kaq. Nëpërmjet Më duket fare që është mision. është mision. Mos më duket fare që është mision. Po vetëm kështu një e shtype dhe ma sill të vogël. Le çfarë thot ma ekipe sinto unë e Gjona. Po pra po. Më duket fare. Por aty duhet me ja dhon shansin me qeni pa besë. A e kupton? Po këtu mi Lali. U dhe këtu. A kupton? Më duket. Edhe po ishte në mision, është duke dështu në atë misionin e vetë. Mision me vetëm plako, me njerëzit e vetë, edhe të gjithë duhet kënë të drejtë të lozin, jo vetëm... Me gjithat e? Akuto, ka një fiasko të madhe, që mu së mbo për shtype. Pra ndaj... Mi pra edhe më duket shumë kështu jashtë parametrave që ylli tjetë ashtu me ty kur dihet që gjithë deri këtu ka ardhur me ty. Se të mos jetë më lagë. Kush? Elinara apo Erand? Elinara? Ah, okay. Ishin the round. Okay. Na. Ma. Kafe, me se kur kthehen. Apo e pim jashtë? Nuk e di, do hani ju mama, ta lejre qelin e këtu? Dam le. Gjallë po shkë. Hop, Lena, shko. Me tjetë që do na shu të shi, se unë se një gjoj do të, kupto? S'kom qa mua belit bëj këtu. E kërkove, aja dhe fej. O aga, ma uni qik tek ne po deshe, se s'dim ku qkojmë Allah. se jam I marrë dhe unë kam qenë I dashuruar me njeri unë e garuar. Gracias. Figo. Ne, vicikarë. Faleminderit. Mua? Pagajt. Pagaj në I rarë, cigare dhe gjitha. Ideja është që sërim do të aty se është djellë. Ideja është Lale që unë kam, nuk jam me I personin që them të magog kot futja, e kupton? Se kjo është gjëja që unë mendoj që ja vlen të rrezikosh. Sepse ka të bëj shumë me të ardhmen time. Në kuptimin ku do vendosim, ku do bëj, e kupton? Për mua është shumë e rëndësishme ta shoh venin tim, e kupton? Ta shoh mundësinë e rikthimit nëpërmjet, e kupton, kësaj gjëje. Sepse karakteret janë të ndryshme, mentalitetet janë të ndryshme, absolutisht. Dhe publiku që voton është I ndryshëm. Dhe unë nëpërmjet votimit publikut kuptoj, e kupton? Jetohet në Shqipëni, po. Si jetohet në Shqipëni me nga. Po, kur del I keqi, po themi në kuptimin se s'ka të këqik, thjesht kanë zgjedh. E kupton? Është një medalje, një legu, është e mira dhe e keqja.
E kupton? Dikush ka vendos me lujt me anën e keqe të medaljes, dikush ka vendos me lujt me anën e mirë të medaljes. Prandaj këto të dyja nuk rrin kur bashkë. Dhe këtu varet legu po rrotullohet. E kupton? Në vërtet. Ashtu, dhe kur të bjerë në finale, unë do kuptoj shumë mirë. Ma kupton? Kaq dhe do marrë vendimin tim. Pra, mua më vlen kjo gjë që ta bëj kështu, më vlen që mos të devijoj unë nga sepse në momentin që unë bëj një pislik, e kupton, nuk është eksperiment i saktë. Nuk është, jo, përfundimi nuk është i saktë. Pra unë nuk jam të luftoj. Unë jam të kuptoj dhe të shoh deri në çmas mund të rregullohet. E kupton? Deri tani çfarë ke konstatuar? Kam konstatuar që me luftë me përpjekje të madhe, e kupton, me të mirë nuk të bën dot keq njeri. Dhe njerëzit këtë gjë e duan. Pra me të mirë. Po, pra, po se duan njerëzit këtu mrena, e kupton, ne jemi kukullat. E kupton? Kuptoj me lagë. E pra, kështu që unë nuk mund unë mund ta kthej dhe faqen tjetër kur e di shumë mirë që s'më godet njeri. E kupton, se ky vend ka nevojë. Patjetër, po. Ka nevojë për kështu njerëzish lart, jo për kështu njerëzish poshtë. Unë kam E përshtypjen. kupton se njerëz poshtë, si puna ime ka me mira, me miliona, gjithë shqiptarët janë si unë. Unë s'besoj që kam në avantazh nga një shqiptar tjetër. As nga ai që i them kafsh, as nga ai që i them, me kupton, nuk kam asnjë avantazh. I vetmi avantazh që unë kam është që kam ca vite më shumë jetë, kam një kurriz të, jam qeni rraf, e kupton, kam një kurriz të që se ka kushdo, e kupton, dhe mendoj që me sjelljen time, e kupton, promovoj një gjë e cila Absolutisht. dhe këtë do ta kuptojmë në fund. Ka që kom, pra ne rrit diskutojmë, një telefonat larg janë gjona. Absolutisht po. Por që thu e kom hallin të ato lart. Jo hallin. Jo, e kom du ta bëj investimin të ato lart, që mësojnë ato lart. Jo, nuk thash këtë. Në një farë formë. Jo, nuk thash këtë. Nëse ka njerëz si unë, thjesht ky është ndryshimi. Unë besoj të fakti, Lagë, që personalisht flas. Unë besoj të fakti që siç e ka dhënë natyra dhe sidomos siç e ka dhënë bujësia, që e ka si ligj që unë këtu e kam mësuar, se kam ditë, se më ka rënë në rasti, që bimët u itën të rrënjët në fillim. Që të rritet sa më mira, më kuptoj. Për mu është shumë e rëndësishme baza, ai bazamenti me qenë i fortë, me qenë prej betoni dhe me qenë tamam shumë mirë, sepse të gjitha ato që janë lart vijnë nga poshtë. Dhe ka një problem që deri në një farë pike, deri në një farë le të themi momenti, flas për kohën, e kemi pas ato bazamentin e kemi pas të kalbur. Sepse e diskutuam edhe mbrëm, edhe muhabeti Elinarës dhe muhabeti jot, për shkakun që ne po diskutojmë që ishim futi 100% në atë muhabet, pavarësisht se të tjerët nuk i interesonte ajo, sepse nuk ka se si t'i interesoj. Por baza, rrënjët janë të kalbura, ishin të kalbura. Pse? Po pra, ka një mënyrë tjetër. Tani, dhe ka një mënyrë tjetër që më le ta. Ti u isin të rrënjët. Jo, lej rrënjët. Rrënjët nuk bën më, nuk kthehen më, ato rrënjan. Ato rrënjan. Unë vi ande nga vi, ai vjen ande nga vjen, nuk i zhbën dot rrënjët plago, nuk i rigjeneron. Tani nuk jam po ja ta tregoj, ta them unë, më lej ta them unë, ndryshon pra. Që e kom mësu nga, e kupton, ajo që thot Andrea për domotet. Që mos i marim tashi, duhet i lej dhe i qikë, se shofin njona tjetrën dhe skuqen. Dhe unë ky jam këtu. Le të më shofin mu njerëzit dhe, e kupton, unë, ty, tjetrin, edhe formohet ajo gjëja. Pra, nuk është Chelsea gjithmonë ke rrënjët.
Chelsea është edhe ke modeli që ti jep, modeli që ti promovon. Chelsea është e ujë, lagë. E pra, Sa ujë do ju udhësh, varet çfarë bini jemi. jo, nuk është ashtu, e kupton? Se unë jam i bindur njoni me njonit me i nodh dëgjoj keqe këtu, e kupton? Gjithë bëhen. Do harrohet loja, do harrohen gjitha. Atëre, Absolutisht po. kur e ke këtë loj ndjesie, do të thotë që, e kupton? Atë që do bëje në jetë, bëje edhe këtu më. Po ka edhe gjë tjetër. Kaq. Që po ta thoja dje atë muhabetin, që po ta thoja kështu si torthora, si me spam. Ka edhe gjë tjetër që këto le të theme ajri kur vjen negativisht këtej, kam kupto? Këto knaqen lagë. Dhe mu nuk më bë përshtypje a knaqen këto të dy. Bra. Këto dy Loli me Coli, mu më bë përshtypje kur knaqet ajo plak. Sepse ka 20 e kusur vite dhe knaqet edhe vet knaqet dhe i bëhet qefi nëse ajri vjen negativisht, am kupto, dhe nëse mua më ofendon ai ajër, për atë ajri frym pozitivisht. Ose Elin ose ty, Për atë sepse për atë është normalitet. kjo më Jo, është knajsi. Po s'ka pse të shqetësoj knajsia tjetrit. E kupton? jo, si Po do të të mësohesh them, ta okay. pranosh. Jo, nuk mund ta pranoj. unë nuk pranoj, jo, unë nuk pranoj fenomenin e randë. Luftoje. Nuk mund ta pranoj. Luftoje. Po patjetër që Tregoja asaj që e ka gabim. absolutisht po, nga fillimi Pranoj kam bërë. fenomenin. Okej, po e ka kuptu? A më intereson mua, unë kam ngretë zonën. Plago. Jepi. Gjithmonë do e bëj. Absolutisht. Këtë punë bëj edhe jashtë vëlla, unë jam rapist. Ashtu të shoh edhe ty, jam kuptoj që me anë komedi statit ti dënon fenomenet. Por dënoj fenomenin ato që them unë me anë të asaj gjëje që bëj, se unë s'bëj vetëm komedi. Plako, unë ty puna të është, ajo shoh unë nuk e shoh për shkakun, unë edhe kur e boti komedin, se e kuptoj atë pjesën që po thua, dhe më vjen nuk du me të ofendu sepse unë thjesht të kam adhuru gjithmonë për atë që më ke dhënë Unë i nga e bëj ka. njerëzit i qesh. Po pra po, komedia për mendimin tim është gjinia më e vështirë e Po, pra. aktrimit. Edhe komedia vën lojë shumë fenomene. Pra unë jam ai vjen në pa. Unë jam edhe ai që e shkruaj, e kupton? Po me pra tani Që është- do me hyrë detaje Jo, janë detaje të rëndësishme këto që ta kuptosh me çim bofla. Lagën po them çfarë për cjell më lagën, po them për backstage. Po domethënë, jo, s'është backstage. Lapsi është kompozitori. Po të kuptoj se Ai e bë këngën. këngën. Mia më lagë, është Po, okay. atëre si? Po të kuptoj unë aty të pjesa, unë as që vjen dyshim atë pjesën, sa ata e kemi da veç. Kemi da veç, po aty fillon. Aty fillon ti të luftosh. Qykur Po patjetër, më aty jemi të dy që e kuptojmë njëri tjetrin të ajo pjesa. Unë nuk besoj që du ta nisim nga tavolina. Unë besoj që du ta nisim nga skena. Këtë bisedë, unë këtu po të them nga skena e sipër, e kuptoj? për mua ajo që del në skenë është rezultat. E kupton? Lufta e vërtetë është ajo qa heqtime e bëhet dhe çfarë bën. E kupton? Kështu që Unë kam pa shpjegueshme atë, domethënë atë luftën gjej, sepse mu ka bë japonezi ka i shprehë kur e bë gjithmonë atë punë që di ta bësh më mirë, do duket vetë gjithë jetën i pa punë. Kështu që e kam të pa shpjegueshme atë pjesën, siç e pe edhe vetë atë ditë kur te ura që mu deshte ta bëjmë kuptoj, thjesht e kam të pa shpjegueshme. Okej, të ta them një gjë, në qoftë se nuk e pranon. Ka qenë një film, Ëngjëllin në tavolinën time, aty është shumë e rëndësishme. Edhe besoj ta ajo lloj pjesë, sikur se më vjen Okej. nga këtu, si për Tash të themi gjë. Po. E keqja në qoftë se nuk pranohet, nuk akceptohet, nuk mund të shërohet, nuk mund të kurohet. Okej? Dhe këtë kuptoje si të dushti. Keqen e marr për të mirë qenë. Por a më ndalon mu kush t'ja bëj me gisht keqes edhe ta bërtas sa herë që kam mundësi dhe që më jepet një mundësi hynore për ta bërë atë gjë. Asnjëherë. E keqja prapë e keqe do mbetesh dhe do bësh dhe ti keq. Sepse e ka tregu eksperienca njerëzore këtu edhe njerëzit e vërtet Me
rëndësia është që unë ta upgrade të mburojën time ndaj të keqes. Ta më kuptoj edhe gjatë gjithë kohës duhet ta upgrade dhe gjithmonë më Po tepër. kjo është këtë po them, kjo është një e keqe. E keqja duhet luftuar për mendimin tim, se po e le të keqen të lulëzoj, I bie të na zër, ajo... Unë themi gjë tjetër, sa më shumë e lufton të keqen, aq më prezente ke. Të keqen lene të shkoj. Sepse do ngordhi brenda. Dakor, pra lëri të shkoj, të heshtësh, po si do ta lësh të shkoj? Me shiko se heshtje? flasim, një gjë, më fal. Tash unë po flas në lojë, Në loj, po dhe në loj, unë po flas këtu. Në loj, po su evidentua e keqja, ka marrë fungjë, se ti ke në loj, po ti je përpara evidenton, po s'po e shëron dot. Nuk po e Po mirë, neve nuk kemi doktora, po ne japim një mesazh. Po pra, mirë, jep mesazh dhe që si përballemi për ditë. Unë nuk po them mos e luftoj. Dhe unë do ta Po mirë nuk të gjojmë, edhe unë po flas, nëse s'do që të flas. Jo, duhet të flasësh, po s'po them këtë, se po mbëni mua sikur po them mos e luftoj të keqen. Jo, pra po kur shprehesh dhe ti. Lagë the let keqen Mos kalon. Po se do ndodhi ajo, e kupton. Se do ngordhi në vetvete. Jo, e keqja është smundje, e keqja përhapet. E keqja përhapet kur e lufton më shumë se sa kur. Pse? Sepse nuk të kupton njeri ty. E kupton aq shumë sa kuptojnë të keqen. Nuk ke veten time unë më lagë. Veten time unë më lagë. Ka i dashë që i pi 3 herë në ditë mas buke, 3 herë në ditë para. Shumë mirë, po shkoj di si përkthehet ose si kuptohet jashtë kjo që thua ti, tazëm. Do me thënë, kur është një fenomen I keq, let it go. Do me thënë, lëri të shkoj. Do me thënë, është sikur është një gjë kaq e thjeshtë, le të jetë aty, se të duhet, kështu përkthehet. Sepse ashtu si të shpreh, ashtu kuptojnë njerëzit. Nuk e kuptojnë në mënyrë filozofike që pse e thua ti këtë gjë kështu. Unë thash duhet ta akseptosh duhet ta pranosh. Po patjetër që po më. Po përderisa jemi në bashkësi e ke pranuar se jeton në bashkësi. Nuk është ashtu. E ke pranuar. Domethënë je I detyruar më saktë, se për pranuar unë nuk e pranoj. E detyruar është tjetër dhe pranuar është një gjë tjetër. Prandaj të them, ne jemi të detyruar, sepse jemi në një ambient, o qoftë edhe jashtë, ku detyrohemi për ditë të përballemi me të keqen. Po kjo nuk do të thotë që unë e kam pranuar këtë gjë. Nuk e pranoj kurse si, sepse unë në realitet në jetën e përditshme bëj zgjedhjet e mia dhe zgjedh njerëzit e mi. Nuk është një luftë midis mirës dhe të keqes, e mira dhe e keqja janë shkojnë bashkë, paralelisht do të thuash. Jo paralelisht janë. Dakor, po kur e keqja bëhet aq e dëmshme sa të mbyt, kur të mbyt, kjo se s'ka, shkojnë paralelisht. Unë po them që jemi ne perfektët. Jemi neve, se ja, për shembull tonaliteti I zërit tim është e keqe për këta të tjerët. Por ja pra që unë e pas kam këtë defektin e tonalitetit që e kam pak më kumbue se dikush tjetër. Dhe është e keqe për dika, por fenomeni është një gjë tjetër pastaj. Kur e lë të përhapet fenomeni, bëhet I mirëqen, bëhet rrugë, e pranueshëm për këtë do. Thua se s'ka gjë. Se kështu I kemi lënë neve gjërat të ndodhin. Le ta pranojmë për atë që është, thua. Mendova që po domethënë biseda jonë nuk ishte ke ky nivel kaq. Po, jo pra, nuk e di tani, unë ka pak të fundit, nuk e di si e nisët juve. Nuk ishte kështu, jo. Jo, unë nuk e di si e nisët. Po, unë nuk e lej të keqen. Se ju po e merrni Nuk e pranoj të keqen për të mirëqen, kaq kisha unë. Për mua sikur 5 vetat jem frymzuar nga gjestit e mia, nga fjalët e mia që kam thënë këtu, edhe në këngët e mia jashtë, nuk e kam problem fare, për mua është fitore gjithsesi. Me rëndësi është mos më dal minus Laga. Mos me I pas gjithë kundrat. Edhe unë si puna Elit, kur vërtet Eli, edhe unë I kam këngët e mia, jo të gjithë dhe I pëlqejnë. Unë jam shumë koshient për atë lloj gjoje. Shumë veta tallen për shkakun e këngës time, nuk e kam problem. Me rëndësi është për mua. Më fal. Po mirë pra, jam unë që bërtas? Jam unë që bërtas, jam dhe unë që kam tonalitetet ulta të vjetet për këtë dhe. Pse më duan kur kështu, kurse kur unë kërkoj një të drejtë dhe ngrihet tonaliteti I zërit aty që kam gabim. Se me zot ullët nuk e them unë dot në ato moment kështu, vetëm nëse janë situata tillë. Mo Eli në loj.
Po në loj pra më Dhe loj. Dhe ke shumë Po kollaj. pse më jeta si është më rënd? Okej. Në jetë si e? Më dëgjoj pak sepse nuk po më kupton çfarë po Dakor. them dhe kjo më vjen keq. Jam që në loj. Nuk e kupton më. Kur Dakor. them je në loj që s'ke nevojë të bërtasë, ke nevojë të dalësh, ke kamera. Po. E kupton dhe ta thush 1 2 3 4 5. të kamera Gjithë mendimin është që edhe ta kur jeton. vërtet E thonë Unë jam duke kupton. diskutuar me tjetrin në atë tjetër moment. s'ka fare hiqe nga lista. Po mirë pra. E kupton? Pra, e ke pranuar atë, është një e keqe dhe zgjedh se si do sillesh me të keqen. E fik Po kamerat janë edhe prezencën ku e të keqes. edhe këtu, nuk do të shkoj kamerës nga mbrapa tani. I bëm të blok. bëj siç bënte Ti me të dikush këtu. keqen ulesh dhe dill. Ti i thua të bëft mirë, faleminderit, mirë mëngjes Jo, edhe nuk këto. i them. Fali sa fare. më lagë, edhe ti Nuk i bërtet them. më lagë. Po bërtas po edhe unë pra, gabime po, kam po. se çka kujtoti. Po, pra po kur për Se çka kujtoti, femër, se po po çka unë jam duhet. perfekte. Nuk e konsideroj Eran. gabim atë më plak. Por shi ç'a ndodh? Kur për tek një mashkull, personalisht nuk e konsideroj një që gabim. shiko ta them unë, kur për tek një mashkull, E se cilit me regu, e kupton? Unë, kur shoh një gabim, ke njerëzit, e kupton, që, e kupton, kur për tek një diskutoj. mashkull është normal, kur për tek një femër nuk është normale. Po jo, Mieli, A, ja, nuk e kështu. thash këtë, më. Jo, Thash po, edhe unë kështu është gaboj. në përgjithësi. Edhe unë gaboj, thash. Edhe unë gaboj dhe nuk dua të gaboj. Dhe kur e bëj atë, dua të ma... E kupton? Dhe mendoj për këtë ju kam miq. Që të më korrigjoni kur jam gabim. Po dakord, Jo të më pra. rrifni krahët. Kam thënë. E pra, po Kam jo, thënë. ju... Po, Unë Jo të ka kam pas, thënë po për shembull flasim kur kështu tani. shikoj diçka. Apo flasim pa doreza. Po flasim pa doreza, pra, po kuptoj atë që them unë. Po ta kuptojnë shumë mirë, po Mirë, po kuptojnë edhe tjetër ore, që mbase thonë se edhe- thotë Eli. Shiko, edhe e kam gabim. Unë, kur them pranoje të keqen, do të thotë që i ke bë blok, e ke këtu dhe nuk e llogarit se ekziston. Dhe momentin që të keqen me keqja nuk ekziston për ty, atëre e mira merr fuqi. Se e ke kamerën, për këtë thash është lojë. Që ke një kamerë, Po gjithkohës me kamera, s'kam nevojë me shkoj unë për ajo me bësh ty kamerën tani se kamerën e kam gjithandej me vete unë. Po, ti po, nuk më Po ja, fal pra Eli. këtë po them, apo thoshe pse s'shkon Bëj llafe me ty. kamera? Bëj llafe me ty. E kupton? A bëj llafe me ty? Unë gjithë përgjigjet që kam me ty, në ty, ja jap kamerës më shumë gjatë përsi. Dakor, kjo është mënyra që ke zgjedhur ti. Tëng. Po sepse publiku të vendos je i mira, je i keqja, Dakor, je pra jam shumë dakord. Nuk është e keqja që Kurse ke unë këtu. këtë gjë kam zgjedhur ta flas, ta diskutoj me ju çfarë Po, ndodhi. e diskutoj Nuk është shumë njësoj mirë. se unë me Jo, kamera nuk jam është këtu. njësoj. Ta Po them tani që unë nuk s'është do njësoj. shkoj Se ne Iran. të dy nuk jemi të këqij. Unë e mendoj që Ne nuk jemi të këqij. Unë po flas për debatet që keme të keqe. Po e llogarite që e ke prezente, do ta kesh aty dhe s'ke, nuk ndryshon dot gjë. Në qoftë se ti nuk e llogarit, në qoftë se e keqja është inekzistente për ty, atëherë ke fitu. Këtë po du me thonë, Tu brenda për brenda, ne normalisht nuk ndryshojmë dot as karakteret e gjithë secilit. është ndryshim karakteri është L-O-J. Patjetër, si jeta jashtë. Jo, unë luftoj. nuk është jeta jashtë. Ne nuk i Unë ndrojmë luftoj dot fenomenin, nuk karakterin e luftoj secilit. Ne luftojmë fenomenin. personin. Po ti lufton me personin, fenomenin e lufton në kamera, nuk e lufton. Ajo është lufta e tretë botërore në kamera. Nuk ka bie për atë që ka vesh dhe për mu ta thash edhe E herë. Unë në kamera jam gjithandej. S'ka vesh, Sikur 5 veta. O, Ti si thua ti tani një minutë? Po, unë E di çfarë thua tani? Çfarë po them? E di çfarë po thua tani jam. Jemi në Prime. Si kam. Çfarë po them? Le Një minutë pra. Le Prime Më lër të këtu. shprehem. Po mirë. Të lutem. Okej. Jemi në Prime dhe unë tani po marrim pyetjet e po shpjegohem për këtë gjë. Dhe unë i bie të çojmë nga vendi, aty ku jam dhe mos të flas nga vendi im, po t'i shkoj kamerës përpara që të më shikojnë gojën. Jo. Kështu thua ti. Jo. Jam në një ambient me kamera më rënd, s'kam nevojë pse të shkoj kamerës aty. Nuk është Aq ky afër. film. A mu, okej, Marove? Marove. Këtë po them. Marove, do një përgjigje nga unë. Po. Okej, përgjigja ime ke ty nuk ka të bëj me sa afër i rri kamerës. Ka të bëj me mos me ja kthy personit. Thot mesazhin. Mesazhin ta japësh në kamerë sepse ti i ke mendimet clear. Dhe në momentin që ti përzihesh me të keqen,
mendimet e tuja vetë përkthehen gabim. Në momente të caktuara. Kundër reagimit është normale. Pse ti kur më fal, ti kur je konfrontuar me këtë lloj gjëje, nuk ke reaguar me tjetrin, nuk i ke kthyer përgjigje? Jo, e kam bërë për lojë. Atëherë unë jam gabim se në përgjithësi e kam bërë për lojë. po mirë pra tjetër se je në lojë këtu. E kam bërë për lojë reagimin me personat, por në subkoshen tim, në atë Po themi të vetën gjë, po ngatrohemi me fjalë, i bie. Po ngatrohemi me fjalë. Sepse të tërë për mbase do thuash ti të gjithë to çfarë janë ballafaqimet me njëri tjetrin janë lojë, por ti do kundër përgjigjesh për vetë vendin ku je. Do i kthesh një. Je në atë vend që ti atëherë që pegojën dhe mos bëj lojë dhe loja ka efekt jashtë. Këtu harroje se mund ta ndryshosh një njeri për 3. Po nuk më unë këtë e di e kam të qartë. Unë këtë faleminderit tamam, unë këtë e kam të qartë. Unë të thash dhe njerë, unë nuk luftoj individin këtu, unë luftoj fenomenin që ndodh në Kur përgjithësi. zihemi për buxhet, ka dy rrugë. Ata që e shohin, kur ne zihemi me njëri tjetrin, thonë po zihem për copën e bukës. Okej? Ndërsa kur nuk zihesh dhe e shpjegon aty, s'ka shans të ke kudo. Do me thënë, lëri të bëjnë. Kur them, është rasti që ti nuk e bën atë gjë, edhe kur nuk e bën atë gjë, ai ta merr atë buxhetin se ti kur i lë ta bëj, thot me që ky e la, duhet mu me me që ky e la, po e marr unë po e bëj vetë. Që thon sa budallën që janë. Ka mikur unë, sa budallën, ka mikur. Sa budallën që janë, kanë gjithë atë mirat edhe zihen për këtë gjë. Po këto luftojnë, këto gjëra janë në luftë, po nuk është në luftë copa bukës. Por arritje është kur e bot tjetrin me thonë aty në Prime Live që thot po, mund tallë me bukën e lojës. Po. Se kjo është loja. Për mua Kjo është loja, sepse në këtë lojë modeli keq. publiku të penalizohet. Është modeli keq. Më fal, kur dolëm neve të këqij. Është i keqe për ne, është modeli jo. Çfarë ndodhi në rastin? Njëri që shef televizor se ti e përmend shpesh çunin. Po tani gjoj çuni jote dhe batutën. Ku e diti? Ran. Do thotë oh, luka me bukën. Çfarë ndodhi në rastin kur u tallën? Nuk është ajo. Çfarë ndodhi më thuaj? Ke shembullin e babit vet. Çfarë? Po, nuk ka lidhje me se s'kan gjithë kalamojt baba si ty. Okej, se ti po qeke më i mirin, tjerët ku e diti si ja. Mund të bëj një Uroj që të marrë Tashi mos e kaloke çuni jote dhe unë përdora simbolin ta thash edhe unë. Sepse the që ka më mirë që ta bësh tjetrin të thotë po luhet me bukën në Prime. Po pra, çfarë ndodhi? Më fal. Nuk është arritje. Pavarësisht kjo çu. Nuk është arritje, është fatkeqësi të thotë një njeri ashtu, është fatkeqësi për gjithë ne. Absolutisht po. Po atëherë si thuash arritje? Po Sa ndodhi në rastin e buxhetit kur u tallën me buxhetin të tjerët? Më thuaj. Ti po flet për lojën tash, nuk po flet për të vërtetë. A kthym te loja apo po vazhdojmë? Jo, e kthym te efekti i lojës aty. Atëherë, efekti i lojës për mua është arritje me lon tjetër me gabun atë farë pike. Efekti i lojës. Kurse në jetën reale, të gaboj tjetrin atë farë pike, nëse ekziston një ligj, dënohet. Shiko Randi, në jetën reale nuk ekzistojnë këto gjëra fare. Sepse kjo nuk është një jetë reale, sepse unë këtu nuk kam marrë me njerëzit që dua. Base ke ikur nga Shqipëria, po unë këto gjëra i has rëndom. Me kë, fle, me kë zgjohesh. Jo, me kë ndan shtratin, me kë ndan tavolinën. Jo, se nuk na shoqëron vetëm këto gjëja në jetë. Ta janë njerëzit që bëjnë jetën e një njeriu. Të lutem, të dëgjoj. Unë ngrihem nga shtëpia ime, nuk kam njerëzit e mi dhe detyrohem të shkoj në punë, dhe në punë të rrethojnë njerëz që ti nuk i njeh. Po të ka detyruar tjetër ti kesh aty në krah. Dhe këta i ke shembull
formuar edhe Një minutë, pra, ato s'janë njerëz që i ke edukuar ti dhe janë formuar pranë teje. Edhe nuk i ke zgjedhur ti të punojnë me ty. Jo, marrëdhëniet tona nuk vijnë për shkak të punës këtu. Oran. Vijnë për shkak të... Oran, të lutem se më thua mua nuk dëgjon, po ti nuk dëgjon. Ti nuk dëgjon. Okej, më fal. Ti nuk dëgjon. Atëre, ti thua që në jetën në reale nuk ndodhin këto gjëra sepse ti i zgjedh njerëzit. Jo në të gjitha rastet kemi mundësi të zgjedhim njerëzit. Është kështu? Sepse ta zëm do punoj në një fabrikun. Do jem aty rolin e ta zëm jam menaxher, po zëm po të kam të bëj me lloje soje karakteresh. Dhe një është i sakt, njëri është edukuar, tjetri është babaja, tjetri është kuthre xhameti, tjetri është ky fenomeni është në jetë e përditshme. Çfarë ndan me ta? Çfarë ndaj unë me ta? Unë me ata ndaj punën. Dhe më duhet të... Ka një shef? E thjeshtove fare tani. Jo, pra, sepse po krahason punën. Ne kur punojmë me njëri tjetrin. Mirë, ta zëm jam punëtor unë. Jam një njeri qytetëruar shumë, jam një qytetar i ndershëm që kam shkuar të punoj me djersën e ballit tim dhe më del një tjetër që është edhe ai në thonjza qytetar, po ka një edukim banal, që ty gjithkohës të ofendon, të prek aty ku s'duhet, të gjuan dhe me shpull, të vjedh, të bën, të përçmon. Do dënohet. Si do dënohet? Duke lejuar ta bëj këtë gjë. Pronari. Duke lejuar. Jo, pra, po këtë s'po kupton ti. Se ti këtë që po të them unë këtu e kalon në jetën e përditshme. Ose shkon të parkosh makinën në Shqipëri. Një minutë se nuk po Jo, më the si ta lë unë të më gjuaj në jetën jashtë. Atëherë, do shkosh të parkosh makinën ti në një ambient që nuk është i hyti. Është kështu? Edhe të vjen ashtu. E di se ma ke thonë. Jo atë, në rast tjetër, nuk po them. Dhe aty ke të bësh, vjen edhe një tjetër që ti ndërkohë ke parkuar dhe vjen ai tjetri të fut Chelsea nga fillimi deri në fund të dëmton makinën. Është kështu, do ta lejoj unë atë, sepse e marr të mirë qanë, se s'kam çfarë t'i bëj, se nuk kam ku ta gjej, sepse shteti mbyll syt ndaj fenomenit, as nuk i doj të intereson gjeti, mos e li aty në atë parkim, mos e bëj këtë. Neve kemi nga këto njerëz. Dhe çaj bën ti aty? Ç'a ti bëj unë aty? Ç'a ti bëj? Ha ma thuaj ti çaj ke bërë ti? Ç'a do t'i bëj ti ma tregon mua dhe ta them unë? Unë ç'a do i bëja? Ç'a do i bëj? Unë do ta pengoja. Si do ta pengosh? Do luftoja. Do bësh makinën tënde me batanie, do t'i bishami. Si do t'i bishe? Do të bëje po të njëjtën gjë. Unë se bëj pra dot atë gjë që ta marrë një gjë, unë po flas për këtumi, nuk po flas për jashtë. Ka një diferencë këtu dhe jashtë po krahason. Po them, edhe kjo gjë ndodh edhe këtu, siç na ndodh jashtë. Nuk po krahasoj, kështu është. Këtu nuk ndodh. E kupton? Neve ku shkojmë të punojmë në stall, atje është puna. Okej. Ja pra dhe këtu ty të vjen të vjet paketën ai, sepse i ka qefi dhe thotë shkoj. Në jetën tënde, zemra ime. Edhe në jetën reale të vjet ta gris ka makinën se kështu kam qef. Po, edhe do hajdru. E pra kjo është krahasimi do çohet atje ke veni. Fenomen ndodhe në përditshmëri. Si do hajdru? Kurse ti nuk ke drejt ta prekësh. Se duhet ta hajdru. Pse duhet ta bëj? Do gjehet një mënyrë se i rregullon vetë. Nuk vetë. ekziston kjo gjëja më rand. Por Moheli, shiko çfarë po bën. Ti nuk më fal, a fole tash? Tash t'ju bëj pyetje ta kështu nga e kuptoni diferencën e asaj që them unë kur je në lojë në jetë s'ka lidhje? Që unë po flas për lojën këtu, nga fillimi deri në fund, për rregullat e këtushme, për mënyrën e këtushme, nuk po flas një sekond, në jetë, ti shkon në punë, e kupton? Këtu nuk shkon në punë. Po ku po shkon? Tek shkon në punë ke ferma? Një sekond. Nëse në punë ty të bie njeri në qafë, ka mënyra për ta bërë zap. Kurse këtu ti e ke me ligj që çfarëdo që të bëj, e kupton, ai njeri nuk penalizohet. Jo, pra po ke edhe këtu diçka që të ngjashme me jashtë. Këtu nuk ke asgjë. Një gjykim që të është nuk ke asgjë. Ke publikun, ke dhe ata që të thonë se e bëre këtë fenomen. Dhe rrethanat e këtushme, rrethanat e këtushme janë të jashtëzakonshme, Eli, nuk janë si në jetë. Në jetë shkon në punë, e kupton, dhe ke një përgjegjësi për atë punë dhe në punë ty të respektojnë për atë që je, sepse nëse je menaxhere, do të rrinë gjithë peqe lepe. Nëse je punëtore, do t'i rrish peqe lepe vetëm shefit, jo lloj mostre. Do punosh ato tetor, do ikësh në shtëpi dhe aty fillon ajo që fillon tu, jeta jote. Me njerëzit e tu të dashur. Prandaj nuk ka krahasim. Më fal një sekond.
A diti që kjo quhet ferma VIP? Po, Dhe jo ferma? Ferma rip. ferma VIP. A kupto? Sepse në dallim me jetën reale, në jetën jashtë, nuk janë të gjithë very important person, persona të rëndësishme lartë, kurse këtu janë lagë. Dhe presupozohet që këtu janë shembuj për masën që i ndjek gjithë secilin, për grupin dhe stop për vetëm target një moment. grupin që këtu Një ndjekin. moment. Pra nuk jemi të barabartë këtu me jetën e jashtme, që në fillim. A thuja asaj jo mu, se shembulli që dha ajo. Jo, kjo dha Jo, e dha shembull nga jeta. Dhe unë kam një orë që them, tu mendoj se Jo, ta dash dhe rruga... shembull këtu, kur të vinë vjedhin cigaren, ose kur të dëmtojnë një gjë to që tënde. fenomeni Do dalësh ke kamera do thush. Po, po. Filani e vodhi, e Mirë më randi bëri. mirë. Po quan pa drejtësi dhe ke reaguar zot Rote. Pa drejtësi, po, E, kur pra. kam dash me boloj, kur kam dash me nxit, kur kam Jo, dash unë s'kam dash me nxit, unë e hap kam quajtur debat të padrejtë. që të tjerët Atë gjë. të Unë nxjerrin nuk kam dash me nxit, paftyrsinë pra. e tyre. Jo, unë nuk kam dash me nxit, unë e kam quajtur thjesht të padrejtë dhe babzi. Eli, nuk po them që ti ke bërë gabim dhe unë kupton. në momentin që ne të tre që Mua jemi më quhet anormale ajo gjëja, për mua është një Kush ta anormalitet. quan? Kush? Kur të vjedhin Kush ta diçka. Kush? Gjën që të Anormale zgjat është ty. patjetër. Për mua Patjetër. Unë kam qenë njeriu më i vjedhur dhe e mbetem këtu, më i vjedhur. Okej? Keni gjumë në herë thjesht çaj them ke vicës kjo për gjëja. Hajdutëria. Po. Atëherë dënohet hajdutëria. Po, pra dënohet. Kush e dënon këtu? Kush e dënon? Po. Këtu kush e dënon këtu në fer? Po, Kush e ka këtu dënuar? nuk ka njeri pa këtu, njeri këtu që e dënon publiku, e dënon ata që atëre ti Agaj nuk e dënojnë në mënyra të tjera. E dënon, nuk e dënon Agaj sepse kjo është jeta, kjo është loja ime. E kupton? Ai të thot individi, thot, po jo, tash, po na bën tash na del fare tash Okej, ku çfarë do fare? Atë çaroli pas ka gajin në të mesë, na çudita tani. Agaj ka Po pra gjykon që kush i bën këto gjëra dhe kush nuk i bën, Po, domethënë si e qua të drejt kur të vjedhin. Më fal, të zgjet gjoty që të vjen, me noti që se di Agaj kur është vjedh diçka? Më falni. Po mirë pra, ai ka penalizuar personi dhe personi, jo ai, po më saktë publiku, e ka penalizuar atë person dhe ka dalë për jashtë. Shikësh pa Agaj për Ka këtë parë rrugën e vet. Për këtë Kjo është, për këtë është Kjo është, publiku, për këtë është Agaj që të vej rregull dhe të monitoroj çdo gjë, ai është t'ja gjykusi, serviri, ai është gjykusi t'ja në serviri publikut, Më po pa Agaj nuk demonstruar ka që për stop. asnjë lloj t'ja detyrimi me serviri për rregulluar publikut dhe publiku të nxjerrë ai ka përfundimin. dalë vetë Agaj tjetri. s'ka pikën e detyrimit për Kush mendimin ka tim me bërë gjëra, rregulluar ka më dalë shumë vetë nga kjo Po rrugë. atë po them. fare. Po atë po them. Përkundrazi. Po atë po them. Kush doj me dal vetvete, dal vetvete. Lake, e ti si po e boti? Ti po e bot tash ato që po i them unë asaj ti mi kthehesh mu. E kupton? Unë po mushi mendjen asaj, ato që po thot ajo. Po ato po thotë Nuk po e them unë po them në këtë lojë që është lojë që nuk ka asgjë të përbashkët me jetën përveç karaktereve. Po kjo ka lojën e vet në lagë, kjo s'ka pse ta bëj ashtu si çfarë thotë. E di se puna daku, një nga problemet është edhe ky, që ne nuk kemi durim, ke llafi tret, ne besojmë që e kuptojmë tjetrin. Direkt. Sa hap gojën? Apo jo po e di çfarë do thosh. Po bëhemi përsëritës pra me. Jo, s'po bëhemi përsëritës deri në momentin që se ka kuptu atë që po them unë dhe unë e kam kuptu atë që po thot ajo. E kupton se ka duhet qartësu gjë se gjithë biseda që bëm i bie, e kupton ti? Atëherë ti po e bën formë humori që unë s'të kuptoj se s'ka më shumë mundësi tjetër. Jo me Eli. Nuk po ti po flet për një gjë tjetër, unë po flas për një gjë tjetër. Po flasim për dy gjëra që ngjajnë, po ti thua këtu jemi në lojë dhe je jashtë. Unë të them ngjajnë këto gjëra, si brenda lojës, si jashtë. Këto fenomene po të them hasen edhe në jetë në përditshmërinë tonë. Kjo lloj sjellje Eli, nuk po iki jashtë unë tash, ne po flasim për lojën, ti më thu jashtë. Dakor, e flasim vetëm për lojën atë. Për lojën pra. Këto gjërat, unë duhet i pranoj, ti marr të mirë qenë thua. Po si zgjidh? Dhe lejoj. Si zgjidh? Do t'i flas këto gjëra që mos të Të po ndodhin. diskutonim. Po, nuk do ka ndodhur. Sa herë ke folur ka ndodhur. Atëherë të kanë dalë për jashtë ato që nuk e kanë merituar për të bërë kjo gjë. Kjo është mënyra. Okej, pra. Ashtu. Dakor. Me që është loja. A kështu është kjo lojë me të eliminuar? A ke ndryshuar gjë? Ua, Si ua? po ka ndryshuar. Ti ka kthy njeri ato që të kanë vjedh. Me që thua jemi në lojë më Ti rënd. ka kthyer njeri ato që ke vjedh. Si, ka parë rrugën e vetë se çfarë të kthej mua. Ka kthy njeri një paket që ta kanë vjedh. Po tani mos mua shumë, nuk ka si të ma kthej ai që ka ikur dhe nuk ma kthen dot këtë gjë. Po çfarë do të thotë kjo? Tashi. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do? Po çfarë do të thotë kjo për tash?
Ja të vit nga ato që ka vjedhur, kush do t'i japi? Do t'i japi Agaja, ato që kanë vjedhur, kanë ikur, ato që kanë Mirë, ikur, po e kanë ikur. banalizon ato që po të pyesum. Kështu po thua, pra ata ka Mirë, kthyer njëri këtë që t'ka vjedhur, çfarë përgjigje do t'jap? Po ma ka kthyer në një formë tjetër. Ai që ka bërë ose ajo që ka bërë këtë gjë, ka ikur dhe ka parë rrugtimin e vet jashtë. Po. Në këtë kuptim, po thëmë, ta them, në formatin e lojës. Se unë nuk po them që e kanë çuar në izolim jashtë. Nuk po them që kush nuk ka qenë ide, ka parë rrugën aty ku nuk po them, është idejnë për tjerë shumë gjëra, por këtu ka bërë gabime dhe është penalizuar në këtë formë. Çfarë penalizimi? Si do ma kthej paketën mua tani? Po. Se ti thua pse sa kthye. Dakor. Nuk mbase jam unë nuk shprehem qartë. Po, nuk e di se si të kuptoj ndryshe. Do me thënë, më ka vjedhur, unë kam Se reaguar, bëj dot këtë diferencë. unë kam reaguar për atë gjë që më Unë është po të bërë. them mënyra se si luftohet, e kupton, si mas Si luftohet, që do më mënyrës kthej mua time. këtë? Do të më kthej mrap, thua ti. Unë e kam bërë, do me thënë, këtu jemi për të dhënë shembull neve. Nëse unë dua t'jap shembullin për të... Po mos mu drejto mu Mieli. Po jo ty mërë, po flasim në të tre. Po, pra. Unë atëherë, Mos kam mu ardhur drejto këtu mu. të jap një lloj shembulli atëherë. Edhe ta evidentoj kur një gjë nuk më pëlqen. Atëherë, ai që ka bërë këtë gjë, që ka bërë vjedhjen, ka bërë këtë, ka bërë manipulimin, e ka dhënë shembullin e vet dhe mbase për këtë ka ardhur këtu. Të përfaqësohet me atë gjë. Unë e kam dhënë shembullin tim që unë nuk e pranoj faktin që ti po më manipulon, ti po më ofendon, ti po më shan dhe po më vjedh. Dhe kjo është këtu puna ime, se edhe të kontribuoj në ferm, kaq. S'kam ndonjë punë tjetër, çfarë presun? Këtu. Nuk është se do t'i edukoj unë, se këto edukimi ka marrë fund. Problemi është i shembulli që do t'japësh, mesazhi që do të përcjellësh. Kaq kemi ne këtu era. Mos bëj sikur s'më dëgjon tani. Ti do të përcjellësh një mesazh tëndin? Çfarë mesazhi ke ti? Për shembull, e ke përcjell atë mesazh që ke dashur. Unë për një mesazh jam këtu. Si person. Kalon nga një gjë në një gjë tjetër, se kuptoj çfarë Këto gjëra se lidhen gjërat me njëra tjetrën. Nëse të kam shyrë që po kaloj një gjë tjetër dhe më oriento ti, ku të anashkalova? Jo, si jemi fare në të njëjtën diskutim. Ato që po thu ti, nuk po i luftoj. Jam dakord unë me ato që po thu ti. Kam gabimin ma evidentoti mua. Ky është problemi. S'ke problem sepse është një gjë që ashtu e mendon ti. E kupton? Ashtu e mendon ti, unë s'do korrigjoj mendimin tatë, është Jo joti. të korrigjoj, po që thua po kalon nga një gjë ke tjetër. Po jo pa kaloj, ishte me i vend tjetër, ishte ke reagimi ndaj së keqes. E kupton? Ky ishte këtu këtu mbaron çdo gjë që them unë. Jo jashtë, jo mren, jo anej, jo kënej. E kupton, se këto janë ato liçenet e vogla ku zhyten edhe nuk din me dalë edhe keq kuptohen. Unë ka mënyrën time të krahasimit të gjërave, edhe ti ke mënyrën tënde. Po pra, po edhe unë kam një orë që po bëj një bisedë mbi një gjë dhe vjen ti me 5 minuta do ta kuptosh, e kuptondi dhe të dalësh në përfundim të asaj që ka i orë që diskutohet. Kërkoj dhe më falë që të dola Jo, nuk ka lidhje me atë, ka lidhje me kur ta them një gjë, ma dëgjo dhe ma kupto. Kaq, më dëgjo me dashamirësi, se nuk kam inat me ty. Po që të kuptoj, do të thotë që të hesht dhe mos të jap asnjë opinion. Jo, nuk do të thotë kjo. Po se unë po jap një opinion në këtë rast. Po se s'mgelon të mbaroj dhe nuk e ke kuptu logjikën time. Vazhdo të thuaj ku Jo, s'ka çalon. në gjo, nuk ka në gjo, e kupton. Nuk është se ti po thuj gjo të keqe, fare, përkundrës. Po thuj gjo shumë të mirë, por thjesht nuk ishte kjo ajo që po thosha unë. Sepse ta marrësh fjalën time dhe të thush ja ta nxjerrim për jashtë, në kuptimin ti jap një shembull për jashtë, e të më thush mu do ikesh në punë, do ikesh atje, në një kohë që unë po ta bëj të qartë që unë po flas për lojën,
Është më duket shumë, domethënë më duket vetja shumë idiot mu që dal idiotun në këtë mes. Jo, sepse kur momenti që ti nuk e kupton atë që po të them unë, domethënë jam unë budalli në këtë. Jo, një minutë, mos i ngatroj gjërat. Atëherë ta kthejmë. Po e marr plago sepse ti i ndryshon në momentin që ty tikën argumenti, e kupton, s'kemo argumenti, kalon me një fushë tjetër, edhe bëhemi lëmsh. Më fal, mund t'i bëra të dyja. Ku ishte? Ti shtrova të dyja në tavolinë, dhe për jashtë edhe për brenda. Po jo, më nuk ishte punë jashtë i fare më Eli. Atëherë brenda ta sqarova këtë fenomenin. Dgjoj, unë kur flas, po flasim këtu për këtu. E kupton? Për këtu nuk të sqarova. Sepse jashtë mu nuk më intereso shumë kurkush nga këta. E hoqa pjesën jashtë në bisedë. Po ishim tu pra. Një minutë. E hoqa pjesën jashtë, krahasimi dhe të bëra krahasimi për brenda. Jo, unë jam kështu, ti e kështu, ai është kështu. Jo, unë e hoqa pjesën jashtë në diskutime sipër dhe të argumentova për pjesën brenda si funksionon. Po. Dhe unë të thash, ta sqarova punën e paketës, punën e fenomen, kur të shon dikush këtu brenda, këtu ku jemi. Po pra. Unë kërkoj që ai të më kthej, dhe ti më the ta ktheu njëri ty këtë. Po. Nuk ka se si të më kthej. Jo, unë s'të thash këtë. Unë s'të thash këtë fare. Nuk të thash këtë. Jo, nuk të thash këtë. Puna është mënyra që ti gjen për me i thonë gjonat. E kupton dhe unë thash, lëre të keqen, akseptoje, maroj, çek. Se do vdesi vetë.